Miqtë të Proverticast, ju përshëndesim, uroj që t'jeni mirë. Ja ku takohemi për episodin e radhës dhe sot do të kemi një profesionist që e ka trajtuar këtë fushë, ka vënë te kjo dhe ka marrë patjetër që ka rritur në këtë lloj përvoje që po e ushtron të profesion edhe në Shqipëri. E ka lidhur midis Anglisë, madje është nga ata të paktët që në Shqipëri e ka tamam, le të themi, profesion për shkak se ka kryer dhe studimet për sa përket pjesës së pasurive të paluajshme. Ben Gjalpi, të përshëndes dhe të faleminderit që je pjesë e Proverticast dhe që e vlerëson për t'i dhënë kohën tënde dhe ndoshta edhe nga përvoja për mendimet profesionale në këtë fushë. Përshëndetje Altin, faleminderit. Është gjithmonë një vlerë kur je pjesë e një paneli me profesionistë në të dy anët, ti në këtë anë të podcastit edhe unë këtej. Është gjithmonë një vlerë e shtuar për çdo që të diskutohet nga ana profesionale apo pse edhe njerëzore që secili të ndaj përvojat e veta në fushën që ka zgjedhur, në profesionin që ka zgjedhur. Unë e ka pak për sa përket fushës që ju keni trajtuar atë edhe në Angli. Prej sa vitesh jeni pjesë e real estate-it dhe si ka nisur se ju e keni si profesion që keni kryer studimet, ndryshe nga ne që jemi agent që tashmë ka marrë dhe trajtën ligjore dhe nga vetë shteti që e ka njohur si profesion të lirë, duke ndjekur dhe këto kurset profesionale, por dhe të njohura të licencuara tashmë edhe nga shteti shqiptar. Është shumë interesante faktikisht rruga se si unë jam futur në real estate. Bëhet fjalë në vitin 2001 ku unë punoja në një projekt në Bashkinë e Londrës, kishte të bënte me integrimin e le të themi të rinjve shqiptar të minoren, ku ne asistonim në integrimin e tyre në jetën sociale, jetën ligjore dhe aty bëshim çdo sistemim, madje edhe për akomodimin e tyre. Ishte një projekt që ne duhet të ndiqnim të gjenim akomodim për të rinj shqiptar që vishin si emigrant të regjistruar aty, dhe kjo më lidhi shumë ngushtë me pjesën e agjencive imobiliare, pra real estate-it në Angli, në një zonë të caktuar të Anglisë. Paska është shumë bukur, tamam fiks nevojë pra për t'i përgjigjur ato kërkesat që kanë edhe vetë njerëzit. Absolutisht, nuk është se njifsha shumë si fushë këtë gjë, sepse isha më tepër i orientuar ke politikat sociale dhe ekonomike, sepse unë në backgroundin tim e kam ekonomist, pra nuk është se kam ushtruar gjatë, por të paktën e kam si background. Dhe aty lindi nevoja të interesohesha më shumë se çfarë ndodh me këtë industri. Dhe në një nga takimet që kisha me një nga agjentët e agjencisë që unë bashkëpunoja, e pyes që çfarë duhet bërë për të qenë ti. Dhe më thot, për të qenë unë mjafton duhet të kesh konceptin e komunikimit dhe asgjë tjetër, të kesh një dedikim, përkushtim dhe ta duash këtë gjë. Dhe unë mentaliteti shqiptar nuk na pranon që të bëjmë një profesion pa e studiuar atë gjë, dhe i them që jo, do vazhdoj studimet. Dhe ndodhi krejt në mënyrë shumë të natyrshme, se dhe projekti ishte drejt fundit vetë që unë po bëja në Bashkinë e Londrës. Kishte edhe kohën mjaftueshme që dhe ishte koha, po, ishte mjaftueshme, ndërkohë që e bësha part-time pastaj një pjesë tjetër të projektit dhe u regjistrova në një program 3 vjeçar bachelor që janë për shkencat e menaxhimit të pronave të paluajshme në Universitetin Greenwich. Ndërkohë aty filloj të punoj, ne i themi si view boy, pra ditë të teshtuna ose të diela, ku është pjesë më e madhe e klientëve që duan të shohin pronat me qera. Për shkak se edhe pjesën ditës tjetër javës kanë edhe të angazhuar. Kuptohet që unë më lan ke pjesa e T-boy, le themi, në thonjza, pra sepse nuk është se kisha profesionin, bësha shkollën, por nuk është se kisha shumë nga kjo fushë. Dhe ditën e shtunë bësha vetëm shoqërimet në pronat, sidomos për qerat, dhe ato qerat e ulta si përkisnin edhe zonës. Pastaj me kalimin e kohës, duke ardhur dhe duke përfunduar dhe vitin e dytë, aty u atashova pas një agjencie më të gjatë, dhe nga viti 2003-2004 unë kam filluar të jem dhe vetë investitor modest në Angli, po. Ishte një grumbullim familjar, është ajo fund gathering together, dhe fillonim të blinim pronat, të rregullonim, të shisnim, dikë mund ta lënin edhe me qera. Nga ty pastaj lind dhe dëshira dhe ambicia më e madhe për të bërë pjesë e korporatave të kompanive angleze, ku ishte detyrueshëm shumë guxim po sipas e bën.
Shiko, ne shqiptarë shuhemi, nuk është se është vetëm personale jemi, por më kam parë shumë bashkëkombës të mi, sidomos ato që emigrojnë, sepse kush emigron ka një arsye dhe një nevojë të caktuar për çfarë emigron, kupton? Pse ne shpërthejmë më shumë kur jemi, ndoshta duket sikur po dalim jashtë temës, por ne sikur e tregojmë më shumë veten kur jemi jashtë, pra shpërthejmë, japim, janë më suksesshëm le të themi shqiptarët kur janë jashtë. Këtë pyetje unë ja bëj çdo miku tim, vetes tim ja kam bërë në radhë të parë, kam pas miq që kanë emigruar pas një farë kohe pas meje në Angli ose vende të ndryshme, ndërkohë që këtu kishin më shumë qejf të rishin nëpër kafe dhe quheshin që po bëshin diçka më burrore, po shumë e vërtet, të paktën ka qenë sepse jemi në një brez tjetër, kemi një tjetër gjeneracion dhe duhet më ia dhëm vlerën generacionit në cilin po ecim, sepse tashmë ndoshta nuk është nevoja të punojnë kamarier apo dyqan shitës apo diçka e tillë. Kanë teknologjit, janë të tjera instrumenta se çfarë mund të bëjnë për të ardhurën e tyre. Kur vinë atje, ndodh si një nevojë, por i ikën mentaliteti i paragjykimit. Asnjë nuk paragjykon askënd se çfarë punë bën, sa orë punon dhe me kë punon. A kupton? Kështu që këtu është vetë vendi ku je atje ta asimilon në këtë lloj drejtimi, por është dhe nevoja. Këtu ndoshta mendon se ke prindin, ke një diçka komfortin, sidomos në vitet e para të 90-s ishte një emigrant për 10 persona në Shqipëri që punonte. Që ka ndodhur kjo. Dhe prandaj them që ideja është, po, atje shqiptarët shpërthejnë dhe shpërthejnë në mënyrë të mahnitshme dhe kudo që un kam pa njoh shqiptarë që janë majat larta. Sa kohë je marrë me real estate-in atje dhe më thuaj pak si vazhduan pastaj këto etapat e tjera? Unë kam filluar që në vitin 2001 me studimet, pas se kam qenë program 5 vjeçar bashkë me masterin, ndërkohë që punoj ato fundjavat, nga ajo kaluam në një status tjetër të investimeve, modeste le të themi, dhe unë kam 15 vite të plota të ushtruara në Angli në konsulencë, sepse kam bërë dhe konsulencë investimesh, shumica ka qenë me bashkëkombësit tanë, ku bësha nga A to Z për të siguruar pronat e tyre për t'u nxjerrë dhe kredit madje dhe pastaj ja u merrim në administrim. Kjo gjë vazhdon ende dhe sot, është një studio që vazhdon akoma të jetë aktive, është aktive në administrimin e pronave të paluajtshme, nuk është më në atë fazën e konsulencës apo të investimeve, sepse unë fizikisht ndodhem këtu dhe prej 2 viteve që ta vazhdojmë në fazën e eksperiencës, jam i atashuar nga te Centro 21 Albania, përkatësisht ke zyra e korporatës. Që është një eksperiencë shumë e vlefshme, duhet të cek diçka që kur unë erdha fillimisht, e kam filluar në mënyrë shumë të natyrshme nëpërmjet një shoku tim. Nuk erdhe me qëllimin për të zhvendosur le të themi të profesion, për të zhvendosur në Shqipëri ose për të sjellë një risi le të themi në fushën e real estate-it? Në vazhdën e eksperiencave të mia profesionale, por dhe sociale, unë kam qenë shumë i lidhur me Shqipërinë. Për një kohë të gjatë kam qenë koordinator i dhomës britanike shqiptare. Dhe vija çdo 2 muaj në Shqipëri ku përcjelleshim biznes, bëshim këto takimet B2B me biznese të ndërsjellta, nuk shumë pak gjëra ndodhen ose asgjë sepse akoma anglezët janë me mentalitetin që Shqipëria nuk ishte gati, të paktën në kohën që unë isha koordinatori i QS. Dhe besoj dhe shpresoj të ndryshoj me kalimin e kohës, sepse akoma nuk kemi investime angleze në Shqipëri, sepse po hyrën investimet angleze në Shqipëri do të thotë që Shqipëria ka arritur majet e pjekurisë ligjore dhe menaxheriale dhe qeverisëse. Nëse do hyj investimet angleze, do të thotë që kemi arritur vërtet në një fazë evropiane. Dhe besoj se nga eksperienca ju mund ta thoni që me këtë ritëm që po ecën Shqipëria me investimet edhe nga ana ligjore, pse jo, duket sikur ka hapa pozitive apo jo. Unë e them me plot gojën që ka shumë ndryshime legjislacioni, sidomos se do flasim për çështjen e pronave, meqense unë të mbuloj më mirë. Më ka dhënë fati që unë të jem dhe pjesë e sugjerimeve të disa ligjeve në Shqipëri për sa i përket pronave, real estate dhe transaksioneve më tepër se sa çështjes së pronësisë, sepse unë nuk jam jurist që të mbuloj çështjet e pronësisë, por ato 2-3 shembuj që kanë qenë të mundur për t'u sjell nga Anglia si shembull këtu janë. Nëse flasim sot për çështjen e transaksioneve që duhet kryen ke noteri, a kupton? Unë kam qenë pjesë e një paneli këshilltarësh në kohën kur është bërë si ligj, sepse unë kam qenë dhe drejtori i përgjithshëm i Ministrisë së Drejtësisë për çështjen e integrimit të BE-s dhe investimet në sistemin gjyqësor. Kështu që e them me modesti që po kam pas fatin që kam qenë dhe kanë ndryshuar shumë. Nëse dikur transaksionet kryeshin me çanta, sot shqyr
që pjesën e madhe kryen nëpërmjet transaksione bankare, por dhe ke noteri, kemi një kontratë që bëhet me barkod, është më sigurt, nuk ndodhin më në mënyrë absolute, nuk themi dot asgjë, por nuk ndodhin në shumtën e rasteve që të ketë shitje të dy fishta, apo zvaritje nëpër rralla sportelesh e gjërash. Nuk du të futem në pjesën e çfarë ka bërë qeveria dhe politika, po them që këto shërbime ekzistojnë dhe janë aty, sepse unë dua të ri jashtë çdo lloj politike dhe pse në një faze të caktuara kam qenë pjesë e një qeverisje. Dhe ideja është që sa më shumë ne përmisojmë legjislacionin dhe shërbimet, sidomos me shërbimet online, absolutisht që çdo investitor vendas dhe i huaj e shef me shumë prioritet dhe me një besueshmëri për të bërë një hap të caktuar. Kështu që kjo gjë më ka bërë dhe mua për të kthyer ke pyetja për t'u bashkuar. Nuk është unë erdha me qëllim për t'u bashkuar. Jo, unë isha për arsye të tjera sociale, familjare këtu, bësha punët e mia freelance në konsulenca që mund të ndodhesh dhe në mënyrë shumë të rastishme ndodhi që të bashkohem një grupi të caktuar brenda, pra një zyre të caktuar brenda Centrit 21. Pse zgjodhet Centri 21 Albania? Shiko, unë Centri 21... Në fazën në kohën kur keni ardhur ju, kam pasur dhe në Shqipëri ka marka të tjera, ka zhvillim edhe real estate. Absolutisht. Unë i njoh dhe të dy grupimet e tjera korporative të real estate, se 3 janë total, që janë korporata të mirëfillta. Centri 21 e kam njohur para se unë të kem marrëdhënie me Shqipërinë, e njoh që në Angli dhe me marrëdhëniet e mia unë kam pas disa marrëdhënie dhe me Amerikën, dikur më kishte shkruar për një gjë në kokë tigi në Amerikë, me fjalë, është çmenduria e ëndrës që të gjithë do deshin ta ezauronin dhe të paktën unë e bëra hizmetin deri në një farë pike ku kuptova jo se Evropa është Evropë. Amerika të mbante aty për nga ana e punës, po mund të kishte shumë punë të ardha dhe por nuk ishte ajo që unë të desha me sistemin evropian që isha mësuar. Dhe kam njohur rastësisht, kam njohur në Chicago, një nga nipërit e themeluesit të Centrit 21, se nga aty ka ardhur në fjalë si deg, dhe e shifsha mënyrën se si kooperonin, se si punonin, dhe i ndiqja gjithë seminaret dhe gjët. Dhe për më tepër është një logo që thot diçka, kupton, dhe vetë terminologjia Century, pra është korporata e shekullit, le të themi, kupton, dhe më bashkoi fakti që dhe njifsha njerëz dhe shifsha suksese që rendeshin her pas here, duke u interesuar dhe për CEO, që kush e ka, nuk po them themelimin, po kush e menaxhon aktualisht në këto 10 vitet e fundit, thash po, këtu unë, sepse ideja është ti ku shkon diku nuk do shkosh me gjën vetëm të marrësh. Këtu thash mund të shpalos dhe eksperiencën time, mund të shpalos dijet e mia dhe absolutisht të marr. Në një moment kisha atë gjën që vetëm do mund të jap, se mendova që eksperjenca ime është shumë herë më e vlefshme nga çfarë po ndodh këtu, por isha shumë i gabuar faktikisht. Ishe gabuar, ka marr shumë sepse tashmë profesioni real estate Shqipëri është pjekur. Ka shumë për të hecur përpara, por unë kuptova që isha në një mes grupi kolegësh që kishin të gjithë po aq vite eksperienca jo ndoshta në real estate, por kishin në fusha të ndryshme, menaxheriale, shitjesh, dhe dikush edhe në real estate, dhe nuk ka rëndësi se çfarë ti trajton. Rëndësi ka sa përkushtim ke ajo që trajton. Dhe pash vërtet koleg që më kanë mësuar më shumë nga çu kam dhënë, sepse sistemi shqiptar është pak ndryshe. Nuk është si sistemi evropian, për më tepër anglez. Pra jemi shumë larg në metodat se si funksionojnë. Europianin, imagjino me shqiptarin. Me anglezin jemi goxha në distancë, në mënyrë se si opero, se si shkon në fund fare transaksionesh, kudo që e bëjmë. Por se si arrim te transaksioni janë mënyra të ndryshme dhe kjo gjë mua më duhet ta mësoja, të kuptoj edhe mentalitetin se kemi të bëjmë me një mentalitet ndryshe. Pavarësisht se unë marrëdhëniet e mia me Shqipërinë kanë qenë goxha të shpeshta, por në këtë fushë nuk kisha hasur ndonjëherë. Çfarë pikësh të dobta shet tek real estate në Shqipëri? Shiko, unë do thoshe që janë ndryshe përveç se të dobta. Jo, pa marrë krahasimin unë do shoh mentalitetin më tepër, shiko çfarë ndodh. Duke ardhur nga një mentalitet dhe mënyrë ndryshe të trajtuarit të transaksioneve, në Shqipëri ka akoma ende boshllëqe se si e shohin një agent të pasurisë të paluajshme, si e shohin një zyrë dhe si
shihet një transakcion. Kjo gjë është shumë e thellë, me fjalë që akoma nuk është krijuar në 100%, që nuk themi dot se jo të gjitha vendet e kanë 100%, por veç Franca që ka ligj. Që nuk është 100% se shiko, Franca ka ligj që ti nuk mund të shkosh. Në Angli nuk ndodh që ti të trokasësh ka dera dikujt që duhet ble pronën tënde edhe nëse shef tabelën, nuk ndodh. Je i ndëshkuar. Jo, nuk mund të ndodhi. Kështu që këtë gjë unë fillimet e mia e shifsha pak si handicap ke vetja ime. Sepse isha mësuar që në momentin që problemet e vetja thuaj. Jo, që unë të operoja me sukses, po shifsha handicap se nuk isha mësuar me këtë gjë. E kupton dhe kur bësha një takim, mendosha okay, takohesh, bëhesh dhe kur arishim ke marrëveshja, dhe unë i thosha do trajtoj unë pronën tënde, dhe nuk më trajtoj dot dikush tjetër. Jo, merrsha vesh aty e kanë dhe 10 agjenci të tjera, edhe parokëria, edhe çdo kush dhe taksisti ke lagje. Kjo që për mua është një përshlik shumë i madh në të menduarin se si do duhet trajtuar një pronë. A duket si ofendim le të themi për një profesionist kjo? Shiko, kur mua më pyesin që pse do ta japun pronën tënde ta trajtosh ti, i them shiko, çdo gjë kërkon një profesionist për të trajtuar. Ndash avokat, noter, real estate, në çdo fushë, në çdo gamë, kontabilist, në çdo gjë, do profesionistin. Profesionist do të thotë thjesht që ke vitet e punës. Profesionist do të thotë që ti je dhe i dedikuar dhe i përkushtuar. Në momentin që ti jep një pronë dikujt dhe jep ekskluzive, të garantoj që ajo është për tu marrë në konsiderat dhe i kërkon llogari, por dhe e motivon që ai të përkushtohet, ti dedikohet, të ketë fokus. Në fund fundit, çfarë është suksesi? Fokus. Përkushtim. Nuk është se, shiko, nuk ka shkencë. Nuk është për ndarë. Ne nuk po kërkojmë të bëjmë shkenca. Ne po do vëjmë në zbatim aplikimet. Është shumë e bukur kjo se ke provuar edhe atje edhe këtu. E ke parë problemet tek vetja, kur je përballë me këtë lloj mentaliteti këtu në Shqipëri. Ke thënë që do ndryshojnë qasjen time si ti shkojnë këtyre që ti bëj për veten, ndoshta. Pra si e ke gjetur veten? Fillimisht e shifsha ke vetja ime. Fillimisht e shifsha, shiko, nuk mund të funksionosh dot këtu. Se ashtu siç thash që kur shkon jashtë do duhet të integrohesh, të asimilosh, jo të asimilosh sepse unë nuk e kam qef fjalën asimilim, por të integrohesh dhe ti përshtatesh atij vendi, kështu që dhe ti, dhe pse flet shqip, dhe pse ke lindur në Shqipëri, po futesh në një treg që kanë mentalitetin e tyre, kanë mënyrat e tyre të bërit. Dhe thash, okay, do bëjmë një 50-50, unë do duhet të përshtatem, por do mundem dhe të edukoj klientët, që klient, koleg, miqësi, që shiko, kjo gjë mund të bëhet edhe kështu. Rëndësishme është që kushdo nga ne, secili nga ne që beson dhe mendon që ka diçka për të dhënë, të arrit ta bindi dhe të japi informacionin dhe të japi arsye dhe argumentat. Pse do të bërë në këtë mënyrë dhe pse mund ta bëj unë këtë gjë. Në qoftë se të dyja piqen bashk, argumenti, arsyetimi dhe bindja në të dyja palët janë benefit. Kështu që unë çfarë bëra? Erdha unë në gjysmën e rrugës të mentalitetit dhe mënyrës se si këtu funksiononte dhe avash mundova të konsolidoj një edukat, ndryshe se si mund të bëhet puna e real estate-it. Sikur jemi në faktin aktual, tash unë nuk merrem më me trajtimin e pronave individuale. E solli koincidenca, e solli puna së bashku me zyrën, që ne të kalojmë në një stad tjetër tash të jemi në menaxhim ekskluziv të projekteve, për shitjen e projekteve të real estate-it. Do të kalojmë tek ajo, po thjesht për ta mbyllë gjithë të le të themi hapjen e këtij episodi, për sa i përket pjesës së klientëve, ndoshta një thirrje miqësore dhe profesionale se çfarë mund ndryshojë dhe çfarë përmirësimesh ka sjellur në tregun shqiptar, qoftë në ndërtim, qoftë edhe në cilësinë, në pjesën e zhvillimit, le të themi, qoftë Tiranës dhe Shqipërisë ku jemi ne të zgjeruar. Çfarë ka ndikuar mirë, pra nga real estate, nga Centri 21 për të përmirësuar gjitha ato hallkat që ne klientëve tanë t'i japim ato se çka është afër pritshmërive të tyre. Shiko çfarë ndodh. Në moment që bashkëpunon me një korporat kaq të madhe sa është Centri 21, ku numërojmë 40 zyra, ndoshta janë dhe më shumë tani sepse mund të kem ngelur mbrapa unë me përditësimin e zhvillimit. Mbi 400 agent të shtrirë në gjithë Shqipërinë. Ku normalisht çdo zyrë ka një menaxher, ka një broker, ka një drejtues me shumë eksperiencë mbi shpatulla dhe ka një trajnim
të jashtëzakonshëm për secilin agent që duhet fillojë të punojë në secilën zyrë, është së pari është kursi i licencimit, që është një shkollë më vete, edhe pse është e shkurtër, këtu mund të ndalojmë se çfarë mund të bëjmë më mirë në të nesërmen. Është kursi që bëjnë trajnimi, që bën zysha, që është e atashuar brenda zyshe diti që unë e falenderoj dhe vlerësimi jashtëzakonshme më jepet rasti ta them sepse është vërtet truri promovues i dijeve se si funksionon. Edhe i formimit të një agenti. Absolutisht në mënyrë të absolute. Dhe është një trajnim shumë intensiv që nuk besoj e bëjnë dot dhe korporatat e tjera. Pra këtu jemi në një nivel makro perëndimore se si bëhet trajnimi, se unë e kam bërë dhe vetë. Edhe pse kam 5 vite shkollë, kam bërë trajnimin se si do funksionojmë në këtë industri. Dhe të gjitha këto, bashkë me menaxhimin dhe mentalitetin se si funksionon, normalisht vjen ke klienti me një produkt nga A ke Z. Çfarë do të thotë që të merret një shërbim profesional dhe kërkohet dhe llogari. Çfarë ndihmon kjo? Ndihmon dhe imazhin. Një pronë që merret për trajtim, një projekt, çfarëdo qoftë, është ndryshe paraqitja dhe prezantimi që i bën një person që është i dedikuar ka ajo gjë, dhe është ndryshe se si do e prezantonte thjesht një punonjës pa hequr asnjë gjë, punonjës të kujdo kompanie apo dhe vetë klienti se si do e prezantojë. Ka sjell dhe një gjë, ka sjell dhe fluiditetin e transaksioneve. Një pronë që trajtohet nga vetë klienti, nga pronari apo qeradhënësi, nuk është në të njëjtat terma dhe përfituese se çfarë është kur e trajton një agent. Pse se është profesionist, është i ftohtë. Unë pronën time nuk është as dot. E vërtet. Dhe pse kam kaq vite eksperiencë, unë pronën time patjetër e kam bërë. E kam bërë, nuk është as dot. Sepse kam emocionin brenda. Mund kem dhe arrogancën pas e them. Ikor po tallet me pronën time. Të dëmton herë pas herë nëna kanë ndodhur edhe në shoqërimet ose në takimet që kanë ndikuar qoftë njëra palë apo pala tjetër që duke reaguar me emocion, ka ndikuar në absolutisht prish marrëdhënie njerëzore më të mëdha se sa thjesht një transaksion pronësie. Është vetëm natyrën e njeriu. Por më tepër që ne jemi pak edhe mentalitet ballkanik, jemi ekspresiv, kemi pak një gjakxeje më shumë se sa dikush tjetër dhe ndonjëherë çojmë në dëm një transaksion të saktuar. Dhe kjo çka ka bërë tash, ka bërë që dhe me gjithë zhvillimet që kanë ndodhur, meqense përmendet dhe zhvillimet, janë shumë projekte që po ndodhin. Janë shumë zhvillime për rreth territorit shqiptar, se nuk është vetëm Tirana, po zhvillohemi në jug, po zhvillohemi tash ka marrë dhe Hov, Shëngjini, Shkodra, po zhvillohet gjithë perimetri i Tiranës në brenda dhe jashtë Nazës vet. Të gjitha këto kërkojnë patjetër ndërhyrjen e një dore të mirë, profesionistësh, për ti trajtuar dhe për ti menaxhuar. Dhe ky zhvillim nuk do mund të vi pa profesionistët e vërtet. Kjo ka, le të themi, ne mund të jemi një vesh shumë i mirë që dëgjojmë nga të dy anët, dëgjojmë edhe klientin blerës, se çfarë nevoja ka ai për t'ia transmetuar dhe klientit shitës që të rritet në përmirësim të cilësie e tjera në shërbim. Më thatë pak më parë që tani nuk merreni me trajtim pronash individuale ose të personave individ, por me, le të themi, projekte të mëdha. Një nga projektet e mëdha që ju keni pasur shumë suksese në centrin si Albania është edhe Ringside në zonën, siç e thatë, në vazhdimi i bulevardit parë, që kalon direkt në zonën e Paskuqanit, që tashmë Paskuqani është bërë një pjesë, le të themi, qendrore e Tiranës. Është duket direkt nga sheshi Skënderbej. Është shumë interesante kjo pjesë. Shiko, unë në shumë gjëra në jetë më ka ndodhur gjë në mënyrë kështu të klikueshme, por ka pasur një proces të vetin dhe në mënyrë interesante se si ndodh pastaj gjëja. Që jemi i kënaqur që ka ndodhur të fortë se sa me absolutisht po, dhe sepse themi që kemi dhe çfarë tregojmë pastaj, e kupton? Ideja është në vazhdimin tim në bashkëpunim me Centurin vinë disa projekte, a kupton, dash në mënyrë të marrëdhënieve tona personale, miqësore apo biznesi, partneri, të rrethit influencës, apo qoftë edhe nga zyra vet, apo qoftë edhe nga le të themi kolegë dhe bashkëpunëtorët tanë. Propozohet ky projekti dhe them ku është. Në Paskuqan. Ai njifsha si emër, shumë të lakuar. Unë kam qenë pjesë e zhvillimit të bulevardit të ri, kur kam qenë në pjesën e menaxhimit të projekteve të BE-s, sepse aty do bëj dhe pallati i drejtisë dikur, që unë do isha dhe do menaxhoja si projekt. Dhe kisha shkuar në Paskuqan në vitin 2010-2011, kur nuk kishte rrugë të kaloshin vetëm kafshët, kupton, ose me biçikletë.
Dhe imagjinoj mendoj si ishte si dikur ishte si atëherë, thash, okay, thash, çfarë është kjo këtu, tash çfarë do bëj? Me disa telefonata të miqve të mi, thash, ore, po kam një projekt që do ta marr në Paskuqan dhe më thanë, pas kam vlerësim për ty, më thanë. Thash si, thash. E morë për të kundërt, sigur luajti ironi, ironi, kanë shumë vlerësim. Ka çuar Paskuqan. Thanë dhe të sigurisht vish ta shohësh, më thanë. Dhe ku shkova, kisha ndryshuar gjithçka me fjalë rrugët e gjitha gjërat. Ishte bërë një liçen super fantastik, me fjalë një investim ku di unë që për të bërë aty ku është, bravo qoftë që kush e ka konceptuar dhe që e ka bërë. Gjithsesi ishte fush komplet, nuk kishte ndërtime. Ishin 2 ndërtime gjithsej dhe ishte ky projekt që do menaxhonim ne. Dhe ka qenë nga projektet e para. E para, po, me fjalë Ringside Residence. Është projekti i dytë në gjithë zonën e Paskuqanit që ka filluar zhvillimet në nëntor të 2024-s. Të shoh një fushë të madhe, 20.000 metra katror shesh, kupton, akoma nuk ishte filluar të punojë dhe ishte vetëm një rrethim. Tham kjo që ka sfidë e rrallës për mua. Gjërat në jetë, nëse nuk janë sfidë, nuk arrin dot kollaj, sepse nuk ke motivimin e duhur për të arritur. Kush ka ambicien, kërkon sfida. Dhe tham, doja dalim. Dhe fillum ashtu siç ne dim të po operojmë, unë kam nga natyra kam një gjë që fillimisht bëj pjesën strukturale të gjithën, bëj pjesën administrative, vë pikat e marketingut dhe pastaj filloj dal në treg. Me plan. Me plan. Normalisht kishim presionin e klientëve që çfarë po bëhet, nuk po shohim, nuk po shitet gjë, nuk shohim transaksione. Dhe un kam pas vazhdon po. Shiko, ka qenë një muaj goxha. Ka qenë një muaj shumë i vështirë dhe shumë debatues madje dhe me goxha, le themi, sikletet e stresa brenda vetes time. E kupton, orët nuk llogarishin sa ishin orë. 9-10 darkës ishte normalja. A pati një moment që thonë, okay, po e dorëzoj që jo, shiko çando, jam i lodh po sa të duash, por a e dorëzoj dot pa i thënë vetes që i kam bërë të gjitha? Dhe si arrita dot. E kupton? Kështu që unë mora përsipër të mbaj gjithë debatet përsipër, po të arrisha ke pika e strukturës që unë ndërtoj. Të arri ke pikat e planifikimit strategjik, ndash në marketing, ndash në mënyrë administrative, se janë ca gjëra që duhen krijuar para se dalësh në treg. Cilës jep më shumë prioritet ose le të themi që ka atë peshë më të madhe. Patjetër që të dyja duhen vlerësuar, por marketingu do doja dilet pak. Unë më shumë pik i vë organizimit. Nuk shkon dot ke marketingu, po s'pat e bërë organizimin tënd me veten tënde dhe me planifikim. Po nuk pa dhe planifikim, ti marketingu nuk e bën dot, sepse marketingu të rëmben. Sepse është edhe diçka që të pëlqen, po shko, të rëmben në vetvete të josh marketingu dhe ti futesh aty, mund të kesh edhe prurje, po të kthehet në bumerang. Nëse s'ke bërë organizimin e mirë të gjës, ty mund të ndodhesh i mbytur dhe të kap stresi. Sepse mbytesh, nuk ke organizimin, çfarë do bësh next, çfarë do bësh pastaj. Ku filloi reagoj? Në 9 dhjetor të 2024-s, pra thash ne kemi marrë si projekt në 21 nëntor, mbajmë mend datën mirë, që është firmos kontrata, se ne atë quajmë pjesë që kemi marrë projektin përsipër. Në dhjetor kemi pas rezervime çdo ditë rritej. E kupton? Arritëm në një pikë që tham, nëse ecim me këtë ritëm, do duhet së shpejti të kërkojmë një projekt tjetër. Bëhet tjetra direkt. Patjetër. Dhe nëse mund të them sot me plot gojen, shiko, unë nuk do flasim me shifra numësh apartamentesh dhe njësi, sepse ne kemi të rezervuara të shitur në dhura, po kemi një realizim 200% nga çfarë kishim në kontratë për të realizuar, brenda një viti e 2 muaj. Pra sot kemi arritur në një pikë që kemi shitur 96% të gjithë projektit. Dhe këto që kanë mbetur, jo se kanë mbetur, por është sepse ne ndoqim një strategji që katët e fundit të mos vijen për të trajtuar derisa të përfundonte unaza, derisa objekti të marrë formën e vet. Këto janë ato planifikimet që ne themi. Të marrë formën e vet, ta studiosh projektin, derisa të fillojnë dhe ndërtimet të tjera në zonë, derisa të kuptojnë njerëzit pse duhet të vinë. Shiko, sfida më e madhe që un kam pas me Paskuqanin është të binë njerëzit pse duhet vinë Paskuqan. Është ajo që ke pas me veten. Kjo është sfida ime, që pse duhet vinë njerëzit aty. Unë fillimisht pata unë dyshim, atë shkoj apo jo aty. Dhe kjo është sfida më e madhe. Pse duhet të vinë? Dhe pastaj ndodh pse Ringside Residence. Dhe janë një sër arsyesh në një projekt të caktuar pse. Shiko, ke pse ndikon edhe pse me Arbenin.
është shumë kollaj të shkosh në kantiere të caktuara, të ndryshme dhe të bësh një transakcion sepse mund të ketë pak më lirë. Shko, ne ku jemi qenë më lirë, ne jemi qenë më shtrenjtë nga gjithë. Kemi qenë gjithmonë më shtrenjtë nga gjithë. Sepse mendojmë që gjithë puna që bëhet në një ndërtim nuk është çmimi, është siguria e jetës, është cilësia, komfortiteti dhe shërbimi me këtë do merresh. Sepse është një marrëdhënie që zgjat minimumi 2 vjet që shkon deri në 4 vjet. Se është një projekt i madh në varësi të ku ndodhemi. E gjitha kjo, mua ma kanë thënë që shiko, e dim që janë më lirë diku. Po na ke bindur që pse duhet vim këtu. Na binde pse duhet vim pas Kuqan. Ne i tregove pse, tash është arsyeja pse të vim këtu ke Ringside. Patjetër që nuk kemi vetëm ne që kemi marrë gjithë vlerësit e mundshëm të gjës, por jam i kënaqur se kam krijuar një komunitet dhe këtë e them me mburje të madhe, që e kam krijuar komunitetin të çifteve të reja, të familjeve të reja, nga 27 deri në 37 vjet, pa i hequr asnjë gjë moshave të mëdha që kanë ardhur dhe janë pjesë aty. Është një kontribut që po i jepet për një mundësi dikujt që dhe ata të kenë shtëpinë e tyre. Këtu mund vazhdosh pak impakti i tyre. Këtu mund vazhdosh pak gjatë se kam me shumë pasion këtë pjesën e gjës që apo krijohet aty. Me çmimet që ka krijuar Tirana, me pamundësinë e shumë familjeve për të përballuar, unë them që ka treg për të gjithë. Dhe çmimet e larta që janë në Tiranë, në një farë mënyrë janë të justifikueshme, për një kategori të caktuar. Një që ka pas një pronë në vitin 1990, që ka bërë 100.000 lekë në atë kohë. Sot e pronë bën minimalisht 500.000 e më shumë. Kështu që ja që u krijuar një ardhur dikush. Por këtu fakti është çfarë do bëhet me familjet e reja. Çfarë mundësie kanë? Pas Kuqani ishte e vetmja mënyrë. E vetmja mundësi. Dhe unë jam shumë i kënaqur që isha pjesë e këtij kontributit për të krijuar një komunitet të tillë. Do e shihni pas 5 vjetësh që në rrugët e Paskuqanit do ketë familje, çiftesh me një fëmijë të vogël për dorë apo një të madh dhe një të vogël sepse kanë krijuar familjet e tyre të reja. Prandaj dhe unë ajo pjesa më erdhi në mendje e kontributit tim e shërbimit tim social që kam bërë në Angli, më shërbeu në një moment caktuar edhe këtu. Ne si profesionistë të real estate-it nuk jemi thjesht ekonomista apo transakcion bërësh. Ne bëjmë punë sociale, ne bëjmë psikologun, bëjmë socialin, bëjmë ekonomistin, deri ku shkojmë dhe ka ana ligjore për disa gjëra. Dhe është një tablo shumë e madhe e shërbimeve që ne bëjmë. Dhe më ka kënaqur kjo pjesë dhe ja di për nder ata që ma besuan që unë ta kem këtë si projekt, dhe ati mi i kutin që më tha, shiko, mos e linë sepse po të vlerësojnë. Fakti që po shkon është ty, a i dinë diçka më shumë nga unë, se është në diçka instanca më të larta, që ka shumë informacion se çfarë do ndodhi me zonat caktuara. Kështu që jam shumë vlerësues dhe jam shumë i kënaqur me veten që kemi arritur. Një karton, një shil, një kartë të mirë të fortë, le të themi për projekte të tjera, për të shkuar një hap tjetër. Kam vënë në re që kontributet që ne japim në jetë kanë një thënie të moçmit tan që thonë jep me një dorë dhe merr me një dorë tjetër. Mama jeme ma ka ngolitur në mend këtë gjë me fjalë që të funksionosh në këtë mënyrë, bëj gjërat, bëj me pasion. Baba dikur thonte që shiko, çfarë si ka nëse nuk shef në një benefit të drejt për momentin. Bëje ashtu siç din ta bësh. Mos e gjyko veten nëse s'din ta bësh, por nëse din dhe ke kapacitetin dhe mund ta bësh, mos e lidh veten. Bëje. Çoje deri në fund dhe pasi të kesh bërë gjitha, thuaj më fal, po un kaq ditë bëj. Por pres, jeli hapu që të bësh. Dhe duke ndjekur disa parime familjare, profesionale dhe njerëzore të mia dhe ndoshta ndonjëherë që dhe vitet që kemi mbi shpatlla na mësojnë gjatë rrugës, dedikimi dhe përkushtimi që unë kam patur aty u tregua jo vetëm me vlerën e transaksioneve në vlerë ekonomike, le të themi, por dikujt ju tingëllua në vesh që çfarë bëhet, kush e ka bërë, çfarë është arritur.
Dhe jo më larg se sa një javë, më parë më është propozuar, tashmë është firmosur kontrata e menaxhimi tjetër ekskluziv të një projekti në Paskuqan. Po në Paskuqan. Po në Paskuqan. Shiko, kolegët do vendos një rrugë ben gjallë. Po, shiko, se këtë desha të thosh. Kolegët e mi thonë deputeti Paskuqanit. Deputeti Paskuqanit. Urime. Dhe jo, nuk do të futem ke politika, mjafton që të jetë urime për rezidentin, për projekte që kemi marrë. Të jetë bëni Paskuqanit në termat e themi të menaxhimit projekteve dhe ne po ngrem dhe një strukturë, faktikisht unë bashkë me strukturën e zyrës, po ngrem një strukturë të tillë që të menaxhojmë projekte në këtë zonë, që është zona, le të themi, nga Shkoza deri në Paskuqan, përderisa unë po njoh mirë të zonë, po kupto kam që kam i prirur të punoj më shumë me punë sociale, transaksione ekonomike, kam arritur t'ja u njoh mentalitetin dhe të di shërbej më së miri, dhe të vëmë në dispozicion dhe databazën që kemi krijuar tashmë nga një vit e gjysmë, pra nga nëntori i 2024 deri tash, sepse jam i bindur dhe jam i sigurt që ka akoma shumë të tjerë të cilëve nuk kam mundur t'ju shërbej, nuk kam mundur dot t'ju jap ato të cilët ata kërkonin, për shumë arsye sepse ndoshta nuk kisha dot apartamenti që kërkonin ata, ndoshta nuk kisha dot në buxhetin e tyre, ndoshta ata nuk ishin gati në atë moment për të bërë një transakcion. Dhe është një databazë e cila duhet vënë në shërbim jo vetëm për benefitet tona apo me klientët në cilë punojnë ndërtues, por t'ia vëmë në shërbim edhe të atyre të cilët janë akoma në kërkim për të blerë apartamentin e tyre të parë apo për investimin e tyre të rrallës, që të kenë benefite dhe të jenë prapë punë shërbyes i tyre. Unë shpesh e themi, kjo është e thënë më së shumti në media faktikisht nga shumë agent, që ne nuk jemi shica. Ne shërbejmë, ne japim informacion dhe mbështesim. Unë nuk është se bëjmë magjira për të shitur. Unë thjesht japim informacionin dhe i mbështes në çdo pjesë të procesit, çfarë ata nuk janë të mundur dhe ja plotësoj unë. Prandaj jemi aty. Kështu që ajo pjesa e kartonit jeshil, shërbeu, që unë të marrë në menaxhim një tjetër projekt, i cili quhet Tirana View Residence, është përballë me rrugën 5 Maj, një zonë me zhvillime të shpejta, e cila ka lidhje të drejtë për drejtë me Unazën e Madhe, është në rrugë kryesore dhe do jetë në shërbim të një komuniteti të gjerë dhe të atyre që janë vetë banues në ato zona, por janë në 2 kurora në një shtëpi, ose dikush jeton jashtë, apo dikush që është ngushtë, është me qera, dhe jam shumë krenar që marrë vlerësimin përsërisht të parët nga bashkëpunëtorët e mi brenda centrit, së dyti nga klientët ndërtues që më besoni diçka të tillë, dhe së treti i them dhe vetes time falendërues që po duhet marrë një sfidë tjetër përpara. Kjo është sfida e rrallës. Urime. Faleminderit. Dhe uroj që të bësh më të mirë, pse jo, se e gjitha kjo ndoshta mund të jetë edhe një tregues shumë i mirë edhe për ne, qoftë edhe tek unë si agent i ri, por edhe te agentët e tjerë të Centrit C1 Albania për të marrë nisma të tjera dhe për të qenë sa më bashkëpunuese edhe me ju me projektet që keni. Absolutisht, faleminderit, dhe unë do shtoja një diçka në vazhdën e ndryshimit të mentalitetit faktikisht, që si unë ka shumë kolegë të tjerë, shumë profesionistë, shumë të dedikuar, që janë ndoshta me më shumë vite se sa unë eksperiencë në Shqipëri, por që akoma mentaliteti i investitorëve dhe ndërtuesve nuk ka arritur në pikën ku duhet, që të kenë besim të profesionistët e vërtet, është shumë kollaj të dallosh një profesionist. Sepse mjafton në një bisedë, qoftë njerëzore apo edhe nga ana profesionale, e kupton. Unë do desha dhe uroj shumë që të jetë një këmban për shumë ndërtues që të ndajnë tash proceset, nuk duhet të jetë më që një ndërtues të bëj edhe shitsin dhe ndërtimin, që një inxhinier të ndjeki dhe strukturën dhe punimet edhe shitjet. Nuk do të jetë më mentaliteti që hajde se po gjejmë dikë që sa ka mbaruar shkollën, qoftë çuna apo gocë, ta vëmë aty ke një kontenier dhe të bëj shitjet. Pse? Sepse nuk është e njëjta gjë kur ti ja beson një të jashtëmi. Shiko, outsourcing që i themi ne nën kontraktime, siç fundi çajemi ne, nën kontraktor jemi.
Pra ne nën-kontraktohemi për të menaxhuar një diçka. Dhe kemi dhe klauzola aty brenda se çfarë ndodh, se nuk është se ta jep njëri dhe bëj çfarë dush ti me këtë gjë, a kupton? Dhe nuk ndodh dhe nuk besoj kurrë që se si trajtohet një shërbim nga një profesionist vërtet që po them sendonisti ka shumë, por shumë. Unë mund të jem ndër të fundit e ardhur, a kupton? Para meja aty kanë qenë shumë të tjerë që janë në gjendje paqsa unë, ndoshta edhe më shumë se unë, të dinë se si trajtojnë dhe të menaxhojnë. Pastaj çështja zgjedhjesh. Kush do zgjedh që do të trajtoj prona individuale, kush do të zgjedh të trajtoj projekte ekskluzive. Unë në profilin tim jam ke menaxhimi i projekteve, sepse këtë kam bërë dhe në Angli, pra konsulencë dhe menaxhim. Siç thashëm që vazhdoj kam administrimin atje. Dhe në momenti që fillon ndryshon mentaliteti i ndërtuesve, unë po shoh që shumë ndërtues po krijojnë dhe zyret e tyre të shitjes, shumë që e bëjnë. Po krijojnë një strukturë të tyre. Por gjithsesi unë besoj ke outsourcing. Janë qeveri të tëra, janë shtete gjigande që non kontraktojnë shërbime dhe marrin eficiencë dhe efikasitet 100% shumë herë më shumë se sa ta bënin me dikë. Jo më kot kanë ndodhur privatizimi i gjërave. Një syri jashtëm, është le të themi syri jashtëm. Çfarë një kontratë është që ti e lidh me një profesionist bazuar në disa gjëra, në CV, në eksperjenca, dikush ka eksperiencë brenda, dikush jashtë. Fundi ti e supervizon. Kërkon raporte javore, kërkon mbledhje, takim një mujor, pra janë shumë gjëra që ti e monitoron dhe e shtyn përpara. Motivimi që ka një agent, le të themi një konsulent, një menaxher shitjesh, nuk e ka asnjëherë një punonjës brenda kompanisë me rrogë. Nuk ndodh. Nuk ndodh për të vetëm arsye sepse e shef si tip bumerangu detyrimi. Ne që bëjmë këtë kemi pasion. Nëse do flas për vendim, unë kam pasion. Patjetër që janë benefite sociale dhe ekonomike shumë të mira. Absolutisht nuk e mohojmë këtë gjë. Por nuk është çështje vetëm ekonomike, duhet të kesh pasion dhe ta bësh atë gjë. Duhet ta duash. Çfarë është një projekt? Ta duash, ta besosh në veten tënde dhe ta bësh. Çfarë është një marrëdhënie njerëzore? Qofse unë nuk dua të jem në marrëdhënie me ty, unë kam motivim të jem me ty. Ndoshta do jemi detyruar të rri, sepse kam tjera gjëra, por nuk kam atë marrëdhënie që do të desha. Kështu që dhe projekti. Duhet ta duash, do ta bësh. Shqyr që unë kam këtë fat me veten time të brendshme me ndjesinë time që funksionojnë në këtë mënyrë. Prandaj, sot flitet që kemi një ngërç për sa përket të dy palëve, pra shitblerjes. Aludo gjithmonë njerëzit kanë ato, ndoshta është arsyeja mos rivlerësimi që është shtyr kaq shumë njerëzit, le të themi, që marrin kreditë dhe nuk kanë mundësi pala tjetër. Ky është ai problemi, do të jemi të hapur edhe me gjithë ato që na ndjekin, është diçka që ne hasemi çdo ditë. Pjesa atyre që shesin, nuk duan të shesin ose nuk pranojnë të shesin, se pjesa tjetër ka me kredi, është pjesa e deklarimit, gjërave, më mirë po e mbaj, si ndoshta mund të vinë nesër të miratohet, 15% që si e sheh pra, ç'është një ngërç. Shiko, është një disa thonë që presim që do ulen çmimet se janë fryrë shumë. Është një pyetje, një konstatim i përgjithshëm shumë i drejtë faktikisht. Zyrat e gjithë, le të themi, tregut imobiliar në Shqipëri u kapën në një farë kohë në një ngërç, po themi për vitin e kaluar. Me fjalë, gjatë këtyre 6 muajve ka pasur ca falso alarmi, themi neve, për çështjen e rivlerësimit, që kur një nga antarët e parlamentit shqiptar hodhi në tezën e një rivlerësimi, nuk e dim, ishte një shashk apo ishte diçka e vërtetë, ishte një projekt ligji i vërtetë që do bëj apo jo. Kjo çfarë krijon? Kjo krijon një paqartësi ke mbar publiku, ke blerës dhe ke shitsa. Pse krijon këtë? Sepse në momentin që idhet një tezë e tillë, pa ditur sa përqind do jetë rivlerësimi, çfarë taksimi do bëhet, sa do zjasi, kur do dali, kjo fut tregun në ngërç. Si çdo gjë tjetër, pra çdo paralajmërim e cila nuk ka një afat kohor që do ndodhi për 1-2 javësh apo për 1 muaj, edhe kjo fut në ngërç. Dhe po, ka pasur ngërç transaksionesh. Pse ndodh kjo? Sepse kemi prona që i përkasin 90-s, 2000-shit, dhe me tregun aktual që ka ndodhur, taksa shumë e madhe. Mi për mos ta harrojmë, këta njerëz nuk quhen të pasur. Thjesht ka pasur një pronë, sot i është ngritur në kapital, në vlerë, do ta shesi, pa i do blej diku tjetër. Dhe në tregun që do blej me tregun që është sot.
Pra nuk është do ngele do diçka surplus. Po i bie që të paguajë 10% shumë të lartë. Pra do pagoj një 15% shumë të lartë. Të lartë, po. Që nga ana tjetër do blej një pronë po më shtrenjtë se çka shitur pastaj. A kupton? Pastaj do ta them edhe këtë që vetë shteti ose politikat po na shtyn, le të themi që të shkojmë tek ajo që ne jemi shumë korrekt në pjesën e kësaj që mos na shtyn për pjesën informale. Kupton që mos ndodhin informalitete, gjëra që nuk do të bijem shumë dakord ne me profesionin që po bëjmë sot. Shiko ç'a ndodh. Informaliteti i çdo shteti është në dëm të çdo kujt. De Soto është një ekonomist i madh peruan. Ka thënë çdo shtet ka nevojë për një tranzicion në informaliteti që të formohet dhe të ndërtohet. Po. Dhe shumë e vërtet faktikisht, sepse vendet e varfra ka nevojë për informalitetin në kohën. Po dhe kjo duhet të ketë si çdo lloj tranzicioni tjetër duhet të ketë kohën e vet. Sepse informaliteti nuk ndihmon atë që është formal, që është i drejtë. Por madje dëmton dhe vet vlerën e lekut, pra nuk ka vlerë më leku nëse bëhet transaksione jo reale. Nga ana tjetër, informaliteti nuk zhduket në 100% në vet. Është e pamundur që ta zhdukesh në 100% në vet. Atëherë kush e ndihmon? E ndihmojnë pikërisht iniciativat shtetërore qeveritare, politik bërse, që ti mos shkosh aty. Unë në intervistë tjetër, në një televizion, e kam shprehur që çfarë duhet bërë. Nuk është 15% Shqipëria e mundshme dhe e gatshme për të përballuar në këto faza që jemi. Pra nuk je dakord me këtë taksë? Ja, absolutisht jo, në mënyrë absolute jo. Në mënyrë absolute mund të ketë teza shumë të kundërta ndaj meje, patjetër, po unë them nga ana personale. 2. Nuk ka një strukturë të mbajtjes të transaksioneve, le të themi, të shpenzimeve. Çfarë quhet shpenzim dhe çfarë nuk quhet shpenzim? Se po marrim një shtëpi, po e shes 100.000, e kam blerë 100.000, po e shes 200.000 dhe ti më takson për 100.000 euro fitim. Po ndërkohë që kjo shtëpi për të marrë vlerën 200.000 euro ka shkuar ndër disa investime modernizimi për ta kapur këtë vlerën. Përveç atyre që kanë arritur një vlerë natyrshme vetë ngritjeje. Pra kemi rritje të vlerës të çmimeve për shkak të investimeve që un kam bërë brenda. Imagjino ti ke paguar edhe të vëshërmes atyre gjitha. Kam paguar çdo gjë. A më njihet më kjo si investim? A ka një tjetër, një threshold i themi ne, a ka një fash tek fitimi jot që mos të taksohet? Nëse ne do kapim një shtet tjetër, le të themi 10% i parë i fitimit tonë nuk taksohet. E heqim me njën. Pra janë disa thresholde që ti duhet të heqësh para se të shkosh te taksimi. 1. Tjetra, rivlerësimi çfarë është? Rivlerësimi është një amnisti. Është amnisti transaksiones të pronave të paluajtshme. Dhe pse të bëjmë ne amnisti çdo 2 vjet, çdo 3 vjet? Qoftë jo politikisht, nuk është se bëm për politikë. Qoftë edhe për ndonjë, le të themi, buxhet të shtuar për të marrë brenda. Pse mos të bëhet një taks? 3%. E përhershme, të heqim dorë nga rivlerësimet, të heqim dorë nga këto ngërçet, sepse duhet i them ngërçet. Ashtu është. Ngërçi ndodh sepse un po pres. Klientët tanë po presin dhe ja u tham klientëve që jo, nuk do ndodhi rivlerësimi, nuk dim gjë. Dhe si u zhbllokuam? U zhbllokuam duke thënë vepro me çfarë dim sot, mos prit nesër. Se nesër mund të bëhet një rivlerësim dhe mund të bëhet 5%. Ndërkohë është rritur akoma vlera e pronës tënde. Ka i kohë dhe në kohë. Të shkoj prapë 10%. Pra, ideja është të gjithë do të veprojnë me çfarë dim sot. Pse mendon se nuk po ndodh ben? Po dalim ndoshta edhe në raste hipotetike, por shiko, jo, nuk është rast hipotetik, sepse ka informacione sakta që nuk po ndodh për shkak sepse duan të bëjnë një vlerësim të saktë të çdo zone. Çfarë ndodh? Dhe kur bëhet taksa referencë, le të themi çmimi i referencës, vazhdon shumë poshtë sa ç'është çmimi i tregut real. Dhe këtu ndodh informaliteti pasaj, pra po japim mundësi që të ndodhin ato që ndodhin, që ne themi kontratat me çmim referencë e gjëra të tilla. Atëherë në dienin time është duke u bërë një studim, nuk e di nëse do vazhdoj apo jo, sepse kjo ishte para zgjedhjeve, nuk e di nëse do vazhdoj tash të bëhet akoma. Një studim për të kuptuar çmimet reale, jo se nuk dihen, sepse dihen çmimet reale. Pjesë këtij realiteti janë. Por mund të bëhet një diçka siç e ka Amerika, që Amerika
bën ka një, le të themi, agjenci të vlerësimit pasurave të paluajtshme për taksat. Nuk e di do e ngrej qeveria një gjë të tillë apo jo, se është shumë ambicioze ta thuash. Dhe ata bëjnë vlerësim vërtet real. Në moment që ti bën një ndryshim në një shtëpi, në një investim, vlera e saj pronë rritet. Rritet edhe çmimi referencës të saj, a kupton? Ato automatikisht rritet edhe taksa. Por a do ketë Shqipëria këtë lloj motivimi, këtë lloj vullneti ta bëj? Nuk e di, dhe me sa kam informacion duan të bëjnë një studim të analizës së tregut real se çfarë po ndodh, dhe pastaj të dalin me çmimet e referencës dhe të bëjnë rivlerësimin bazuar në çmimet e referencës që janë të përafërta. Se me çmimet e referencës aktuale që kemi, nëse bëjmë rivlerësime, prapë rivlerësimi do jetë më lart se çfarë është çmimi i referencës. Duke të falenderuar shumë për gjitha mendimet e vyera, do doja që ta mbyllni me një si e shet ti, le të themi, real estate-in pas 5 vitesh dhe zhvillimin e Shqipërisë. Do them një thënie jo thjesht nga vetja ime që unë e besoj dhe e di, por do i referohem një kryetari të një dhome tregtie të huaj në Shqipëri, që është drejtori, ish kryetar, le të themi, i dhomës tregtisë amerikane, në një nga forumet që ne kemi patur, ka thënë: jam amerikan, por jam i lumtur që jetoj në Shqipëri në këto fazë. Dhe kryesisht të investimeve. Shqipëria është në fazën e vet më të mirë, më mirë se çdo vend tjetër i Evropës. Shumë kush mund thojë çfarë po thot ky, çfarë po na tregon pralla tash. Për te çdo gjykimi që mund të ketë kushdo, unë kam bindjen time profesionale bazuar në çdo lloj eksperience. Kur unë kam filluar këtë të jem pjesë e kësaj industrie, klientë e mirë të parë kanë qenë polak, nuk ishin futur akoma në Evropë. Pastaj bullgarët e rumunët me radhë, lituanezët e kushdo. Unë nuk kam më polak, se kanë ikur. Se ju kanë rritur pronat stratosferikisht, pra janë bërë vetë investitor të ato vende. Janë bërë vetë pronar të ato vende. Kam shembullin e Bullgarisë dhe të Rumanisë. Shumë investime në momenti që sa po futej Rumania në Evropë, investimi italiane shkojnë gjitha në Rumani. Dhe ne jemi në fazën më të mirë, nuk du të përmend vitin 2030 se duke se përbëj politikën e BE-s 2030, jo. Unë do them, këto 7 vite janë vitet për 5 vite. Po, shiko, unë do them 7. Okay. Këto 7 vite janë vitet e Shqipërisë. Por atë që ka mundësi të jetë investitor, të mos lej trenin të iki. Mos pritë nesër. Por atë asnjëherë ndodh. Në qoftë se do themi kush ishte koha më mirë të investuar, shumë kush thotë ishte dje, sot është, unë them është në çdo moment. Kap momentin që është i joti. Sepse mund të ndodhi që sot kemi një çmim të mirë, po ti nuk je gati. Ne, pra nëse sot di diçka bën 1 lek, ti se blen dot, dhe po ky telefon do bëj 2 lek nesër, mos thuaj bob se bleva 1 lek. Ble 2 lek se do shkoj 3. Çdo kusht kapi momentin e vet. Çdo kusht të kapi momentin e vet, sidomos në këto 7 vite. Në vitin e 7 të bëhet pak i zgjuar, të studioj nëse ja vlen të shesim apo të menaxhojmë. Sepse ka ciklin e vet. Do filloj Shqipëria të futet në menaxhim. Nuk të ketë më transaksione kaq shpeshta. Ne jemi në ngritje dhe do jemi në ngritje. Ne jemi në ngritje edhe për 7 vite pra. Pa përmendur fakt që të kapim komshit tan, Malezi, Kroacia është më lart shumë lart. Greqia me radhë. Shiko, kemi një shtrirje shumë mirë gjeografike. Tirana po ka një kërkesë dhe nga të huaj kemi 20% të kërkesës së huaj. Nëse unë referohem zonës ku unë po operoj tani, kemi kërkesë të shtuar nga diaspora, sepse të gjithë janë me të mendimin që shiko, ndoshta nuk vit jetoj, pra dua të kemi apartament. Edhe kjo është si pikë pyetje. Po i përgjigjem unë. Po i përgjigjem unë. Ndërtime, gjëra, kush i blen këta? Janë bosh thon disa. Jo, shiko, kjo teoria e të qenurit bosh kanë arsyet e tyre që nuk na përkasin neve. E të qenurit bosh nuk do të thotë që janë bosh sepse nuk po shiten. E të qenurit bosh nuk do të thotë që nuk po jepen me qera. Jo, ata nuk duan të shesin e nuk duan të japin me qera. Arsyet ne nuk i futemi sepse mund të jenë nga më të ndryshmit, do të parkush janë pronarë të tyre. Po blihet në mas. Unë do kap faktin e një tregu ekonomik, siç është tregu ku unë operoj, sepse po të ishim në një zonë tjetër që do thoshim, ja mos se po blen ata me çanta, se po blen oligarkët, jo. Po kemi shembullin që në të gjithë zonën periferike të Unazës shitet brenda vitit 90%.
Kemi tregun e Bregdetit. Të huajt vazhdojnë thonë jemi akoma lirë. Nuk është ndoshta për tregun shqiptar për të pasur një shtëpi pushimesh, kjo është pak një, le të themi, një diçka negative që jo të gjithë mund të përballojnë një shtëpi pushimi në Bregdetin ton, por kemi tregun e Shëngjinit tash, nëse s'përballojmë dot Vlorën. Kemi tregun akoma të Golemit dhe Qeretit që akoma është i përballueshëm. Por nëse do lëmë këtë trend na iki, nuk do na bëhet më i përballueshëm. Nëse do ke shumë vështirë. Kështu që unë them, të shfrytëzojmë këto 7 vite në blerje, dhe ata që shesin të kenë mendim të mirë ku po i çojnë ato kapitale që po fitojnë, sepse mund të bleni një apartament tjetër ose mund të bleni 2 të tjera. Pra, është koha e bumit të transaksioneve në blerje dhe në shitje. Mos e lini trenin të iki. Kaq mund të them. Miq, mos e lini trenin të iki, e tha shumë bukur. Ben Gjalpit, falenderoj shumë për kohën dhe për gjithë mendimet që na sugjerove dhe na dhe. Uroj që njerëzit ta dëgjojnë me vëmendje dhe të marrin atë siç ka duhet të marrin. Mos iki treni. Altin, unë të falenderoj shumë për këtë bisedë që bëm dhe unë inkurajoj që të kesh sa më shumë biseda të tilla, ka shumë profesionistë tregu që duan të japin mendimin, eksperiencën tyre dhe informacionet e tyre. Kështu që unë të inkurajoj të vazhdosh me intensitetin tënd, me gjithë punët që ke, të kesh sa më shumë të ftuar ku të kenë mendime për të dhënë. Të falenderoj shumë. Faleminderit Altin. Miq, ju përshëndesim. Uroj të jeni mirë.